Atëherë, ajo që tha Labi shumë e vërtet, bashkojnë shumë shqiptarë në për TikTok edhe ndajnë ndoshta edhe informacionet e duhura dhe shumë të sakta, por ajo çka kanë vënë gjithashtu është një përçarje që bëhet në TikTok, sidomos midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Sidomos kohëve të fundit, sa herë nis Big Brotheri, kanë vëre që bëhet një ndarje dhe shtyhet pikërisht nga këta personazhe. Domethënë unë hap Instagramin edhe shikoj një lajm që dikush ka thënë kështu kanë qenë shqiptarët nga hera, bëjnë pa drejtësi, e kupton, dhe kjo vjen nga një shqiptar tjetër i Kosovës, i cili i flet gjuhën shqip, e kupton? Edhe më vjen çudi, domethënë, shikoj çfarë profesioni ka, është parukier. E kupton? Dhe ti me anë të rrjetit tënd social, që ke X mijëra ndjekës, real apo jo punë e vet, ç'a bën ti vetë edhe nxjerr mllef, edhe me anë të emocioneve të momentit shpresh në një farë mënyre që nxit edhe ata njerëz të cilët nuk din të logjikojnë gjatë, të shajnë, të shpërfytyrojnë në rrjetet sociale dhe të nxjerrin vrerë për shqiptarët e Shqipërisë ose për shqiptarët e Kosovës, edhe nga Shqipëria e kanë bërë këtë pjesë. Kështu që më vjen çudi dhe më vjen shumë inat në thonjë